Trafik droge me dron në New York, bosi shqiptar dënohet me 25 vite burg këtu në Michigan. Një gjykatë federale në Detroit dënoi Ylli Didanin, një shtetas shqiptar, me 25 vite burg për përfshirjen e tij një skenë sofistikuar trafiku kokaine që përfshinte përdorimin e një nëndecie ose droni në New York. Sipas zyrës së prokurorit të Shtetit të Bashkuara për distriktin lindor të Michiganit, Didani u shpall fajtor për komplot për shpërndarje të kokainës me një anije dhe për komplot për pastrim parash. Hetimet treguan se Didani drejtonte një organizatë ndërkombëtare trafiku droge me lidhje me SBA, Amerikën e Jugut dhe Evropën. Droga e sekuestruar ka një vlerë mbi $100 milion. Një nga bashkëpunëtorët e Didanit ishte një biznesmen nga Grosse Pointe Park, i cili ndroi jetë në një aksident ajror para se të përfundonte shpërndarja e drogës. Organizata kishte planifikuar të financonte shpërndarjen e kokainës nga disa vende, duke përfshirë distriktin lindor të Michiganit. Skema përfshinte një nëndence ose dron në New York pa përfunduar e projektuar për transportuar sasi të mëdha kokaine në Evropë. Droni do të ishte pajisur me një sistem modern në New York dhe antenë GPS dhe do të lidhet mbi bazën e një anije tregtare për të lëshuar më pas nga larg. Kokaina do të mblidhej nga një anije peshkime kontrolluar nga organizata e Didanit. Gjatë hetimeve, autoritetet sekuestruan 4.300 kg kokainë në vitet 2019-2020, të ngarkuar në 5 anije kontenierë të ndryshme destinuar për portën ndërkombëtare. Hetimi 6 vjeçar zbuloi lidhjet Didanit dhe organizatës së tij me shtete të shumta, përfshirë SBA, Kolumbi, Ekuador, Meksik, Kanada, Brazil, Gjermani, Turqi, Spanjë, Belgjik, Emiratet e Bashkuara Arabe, Republikën Dominikane dhe Hollandën. Në të kaluarën, Didani ishte ndaluar disa herë nga doganat dhe patrullat kufitare amerikane në aeroportin ndërkombëtar O'Hare, ku autoritetet gjetën para të shumta në mbështjella dhe armë. Në këtë vendim, Ylli Didani do të qëndrojë 25 vite burg.